Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën të zgjasin edhe për një vit tjetër gjendjen e emergjencës kombëtare lidhur me situatën në Ballkanin Perëndimor. Njoftimi zyrtar u bë publik më 24 qershor dhe do të publikohet në regjistrin federal, si dhe do t'i transmetohet Kongresit Amerikan. Veprimet e personave që kërcënojnë paqen dhe përpjekjet për stabilizim ndërkombëtar në Ballkanin Perëndimor përfshirë veprimet e dhunës ekstremiste dhe aktivitetet penguese, si dhe situata në Ballkanin Perëndimor që pengon përparimin drejt qeverisjes efektive dhe demokratike dhe integrimit të plot në institucionet transatlantike, vazhdojnë të përbëjnë një kërcënim të pazakont dhe jashtëzakonisht serioz ndaj sigurisë kombëtare dhe politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thuhet në urdhrin ekzekutiv. Më 8 janar 2025, presidenti nënshkroi urdhrin ekzekutiv 14140 në dritën e ngjarjeve në Ballkanin Perëndimor, përfshirë përpjekjet e vazhdueshme nga individ për të sfiduar sovranitetin dhe integritetin territorial të kombeve të Ballkanit Perëndimor, për të minuar marrëveshjet dhe institucionet pas luftës, për të përfshirë në korrupsion të rëndësishëm që gërryen sundimin e ligjit dhe besimin në qeverisjen demokratike dhe për të shmangur sanksionet e qeverisë amerikane dhe me qëllim që të ndërmerren hapa shtesë në lidhje me gjendjen emergjente kombëtare për Ballkanin Perëndimor. Për këtë arsye, gjendja emergjente kombëtare është shpallur të zgjatet edhe për një vit. Emergjenca kombëtare u shpall për herë të parë më 26 qershor 2001 për të adresuar kërcënimet e jashtëzakonshme ndaj sigurisë kombëtare dhe politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara, që rrjedhin nga dhuna ekstreme dhe veprimet që pengonin zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare në Maqedoninë e Veriut, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Kosovë.